këtë edicion do të ndiqni. Këshilli drejtues I shoqatës së transportit rrugor të udhëtarëve ka marrë vendim që të premtën të parakalojnë rrugëve të kryeqytetit. Është paralajmëruar bllokimi I Prishtinës pasi që kërkesat e tyre nuk u morën parasysh nga qeveria në largim. Edhe në Gjakov nuk kishte dhe nuk do të ketë transport ndërurban. Të gjithë jemi dëshmitarë se gropa të shumta janë hapur nëpër rrugët e Gjakovës. Ne jemi interesuar të dimë se kur komuna ka në plan të rregullojë rrugët. Sa duhet të votohet Vjosa Osmani nga partitë opozitare për presidente, ne kemi pyetur disa qytetarë të Gjakovës. Shumica dërmuese e tyre kanë thënë se duhet të votohet pro që ajo të jetë presidente. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve. Instituti Kombëtar I Shëndetit Publik bën të ditur se gjatë 24 orëve të fundit janë testuar gjithsej 4388 mostra, prej të cilëve rezultojnë 709 raste pozitive. Në Gjakov kanë dalur edhe 41 raste të reja, ndërsa në të gjithë vendin, si pasojë e infektimit me koronavirus, kanë vdekur 8 persona. Këshilli drejtues I shoqatës së transportit rrugor të udhëtarëve ka marrë vendim që të premtën të parakalojnë rrugëve të kryeqytetit. Është paralajmëruar bllokimi I Prishtinës pasi që kërkesat e tyre nuk u morën parasysh nga qeveria në largim. Edhe në Gjakov nuk kishte dhe nuk do të ketë transport ndërurban. Grev është mbishkrimi që ishte I vendosur në secilin autobus. Mbijenje që nisjet të cilat kanë pasur të realizohen sot nga stacioni autobusëve në relacionet Gjakov-Pej, Gjakov-Prizren dhe Gjakov-Prishtinë nuk janë realizuar. Kjo për shkak të grevës, e cila ka nisur për arsye të mos përmbushjes së kërkesës së tyre. Për shkak të mosmarrëveshjes që ka pasur shoqata e transportit të udhëtarëve rrugor në mes të Ministrisë së Infrastrukturës. Ndryshe prej ditëve të tjera, këta shoferë të autobusëve sot ndaluan punën, e krejt kjo në shenjë revolte për mos përmbushjen e kërkesave për mbështetje apo subvencionim nga ana e qeverisë. Në gjithë vendin gjatë ditës sotme nuk pati transport publik në trafikun urban dhe ndërurban, ndërsa në Gjakov grev mbajten operatorët të transportit ndërurban. Qeveria në detyrë ka pasur kohë të mjaftueshme për të përmbushur kërkesat tona dhe deri tash nuk ka reflektuar, andaj e vetmja mundësi mbeti vetëm greva. Kështu tha kryetari I shoqatës së transportit rrugor të udhëtarëve, Kadri Ramani, I cili njëherë që kërkoi falje qytetarëve të cilët sot nuk kanë marrë shërbimin e transportit. Këta autobus që ishin sot këtu, këta një pjesë e vogël e aty në cilë posedojmë si shoqatë e Gjakovës, gjithë janë ble për punë, gjithë janë për punë, jemi për punë, mirë po nga neglizhenca apo mos interesimi I qeverisë, kemi ardhen këtë gjendje sot ku jemi këtu. Unë që frigjerastin sot këtu, që t'ju kërkoj ndjes gjithë qytetarëve, nxënësve, punëtorëve që sot kanë pas pengesa, po shoqërisht aty që kanë qenë smurë, që s'kanë mujtë me shku në anët e veta, që na mirë kuptojnë, se nuk kemë bu, na nuk kemë me qytetarin, qytetari për ne është I çmuar, na nga ta jetojmë, nga ta krijojmë tyrat, mirë po gjithat fakturë do ta merr qeveria. Ramani tha se nga greva kanë pësuar qytetarët, por duke e ditur që ky sektor funksionon në mënyrë zinxhirore, atëherë humbje do të ketë edhe stacioni autobusëve në Gjakov. Transporti në Kosovë është një nyje e ekonomisë. Po se vudon transport, bllokohet. Nuk kem transport tjetër në pas transport në udhëtarë në Kosovë. Nuk kem transport të hekurovas, as tramvaja, as gjë tjetër, po s'ky. Besoj që shteti do të ketë parasysh këtë punë. Mos I le pa punë ne, mos le pa punë punëtorët e stacionit autobusa, mos le pa punë pa shkuën punë punëtorë tjerë, që kanë me shkuën në stacione tjera, po thonë edhe një herë, mos ta le të smutin pa shkuën në vendin e caktuar. Për shkak të kësaj greve, ajo që e pati të vështirë të shkojë në vend punim, ishte mësimdhënësja Donika Ymiri, që të udhëtonte deri në shkollën e fshatit Smolic, asaj është dashur të sigurojë transport privat. Unë punoj në shkollën Suleman Vokshi në Smolic, dhe zakonisht shkoj me këto linja që shkojnë për Junik. Sot, unë ose duna me bos gjithje, ose me taksi, ose gjithsesi, sepse e kam domosdoshme me qenë, mësim të e marë parasysh është edhe fundi I periodës se nxënësat kanë munotu. Ndërprerja e linjave të transportit ndërurban bëri që në shkollat e mesme të Gjakovës të mungonin një numër I konsiderueshëm I nxënësve, të cilët gravitojnë nga zonat më të largta të qytetit. Mungesa të shumta pati në gjimnazin Hedredushi. Zëvendës drejtori I gjimnazit Gani Binako na tha se duke e ditur që tani janë ditët e fundit të fazës së dytë të vlerësimit, kjo ka bërë që disa nxënës sot mos jenë pjesë e testimeve.
Qenurën e parë ne kemi vret mungesë konsiderueshme të nxënësve, të cilët udhëtojnë nga fshatrat të ndryshme të qytetit tonë. Megjithatë, mund të themi që jemi shumë falënderues për disa prind, të cilët kanë kontribuar shumë që fëmijët e tyre kanë sjellë në mënyra të ndryshme. Ata kanë gjetë metodën se si duhet të vinë. Megjithatë, na kemi nxënësa në shkollë, por numri i madh i tyre mungon. Në mënyrë që të mos e humbasin mësimin, disa nxënës gjetën alternativa tjera për të ardhur deri në shkollë. Vinë nga fshati do blebal, do më thonë transporti si që djetë edhe është ndalë, do më thonë kena osë në shumë vështirësi për marë, sepse u dashtë më në shoqërua edhe prind, të cilët janë edhe në punë dhe nësot ndështë në detyru me hup edhe vendin e punës ditën, e sot me vetëm për të në shoqëru një për që të ardhur në shkollë. Edhe në këtë klasë të shkollës së mesme ekonomike Kadri Kusari, në mesin e 12 nxënësve, munguan 4 prej tyre, që kryesisht vinë nga fshatrat e Rikës së Mirë dhe rajonit të Hasit. Na sot e kemi pas testin periudhës dytë, që është shumë rëndësi. I kom porositja 2 nxënësa vetëm që kom folë gojarisht, po të tjerët prej tjerëve nuk janë lajmëru, edhe është një zbrasti për shkollë. Se këta janë edhe maturanta, edhe nuk kanë edhe shumë gjatë mësim, edhe shumë kjo ndikon negativisht të rezultati. Të atakuar me ndërprerjen e transportit ishin edhe nxënësit e shkollës së mesme teknike Nexhmedin Nixha. Edhe në këtë institucion pati mungesë të nxënësve. Nga në mëngjesi, profesorat kujdestar jenë lajmëruar që nxënësit të tyre nuk po mujnë mi marrë dhe në mësim, kështu që jemi të njoftuar për këtë punë. Sa numri tek nuk kemi ende informata, po shihet që ka pengesa. Gjatë një konferencë për media, shoqata e transportit rrugor të udhëtarëve të Kosovës ka paralajmëruar se greva do të vazhdojë edhe nesër, ndërsa në ditët në vijim do të ketë protestë nga të gjithë operatorët e transportit në vend, të cilët do të parakalojnë nga komunat e tyre drejt Prishtinës për të sensibilizuar opinionin dhe për të protestuar kundër qeverisë për moszbatimin e marrëveshjes. Sa duhet të votohet Vjosa Osmani edhe nga partitë opozitare për presidente, ne kemi pyetur disa qytetarë të Gjakovës. Shumica dërmuese e tyre kanë thënë se duhet të votohet pro që ajo të jetë presidente. Pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, partia fituese vetëvendosje tash ka në plan të zgjedhë edhe presidentin ose presidentën, në këtë rast Vjosa Osmanin. Javën që vjen kuvendi do të votoj për qeverinë. Pas kësaj pritet edhe zgjedhja e kryetarit të vendit. Ne pyetëm qytetarët e Gjakovës sa duhet të votohet Osmani për presidente. Duhet me pranuar, kem zgjedhjet ashtu ashtu nuk vlen më me shku, e dikush duhet mos zgjedh. Edhe ajo ka fituar të madhe ndomethënë, duhet me dhon. E ka merituar dhe votat i ka marrë, kështu që mendimi i popullit është që të zgjidhet dhe të mbetet ashtu siç është. Edhe jemi të kënaqur mbas në diturive të saja. Veç ajo si jo kush më bon Kosovë. O kuptuam bashkë. Asnjë. Për mi ato hesh asnjë. Ajo ka me votuar, ka me fituar. Opozita duhet të votoj kandidatën për presidente sepse atë votoi populli dhe është dur për këtë pozitë thanë qytetarët. Duhet më votu Vjosa Osmani se është tamam për atë vend, edhe është aftë. Duhet me përkratë të gjithë. Se njëherë për njëherë ma taft një kasë jo. Ta tjerë për plenë gjëmë. Mi pravu këta të rritë, sa do kudo, mi pravu sa pa rritë që të 3 vjetë, atër kohë që se apetit, zojmë hypin tjetër. Vjosa Osmani duhet të votohet për shkak se ka marrë përkranin e popullit. Ka marrë votat mjaftueshme sa për të votuar. E për të shkuar në zgjedhje, unë kisha menduar se nuk është mirë të shkohet edhe një herë në zgjedhje. Me dialog bojnë çdo sene, do të bëhen dialog në të mirën vesh në mes veti dhe pse mos me votu. Kur është mirë për Kosovën, për popullin shqiptar, se në boll kemi vujt. Me të gjitha senet, tash që di këtë populli bëjnë çëshin bon këta kështu. Politika s'o kërkon hiç. Do të thotë për momentin ju ndërshtuan. Inshallah këtu mas i qelin sytë dhe shohin dhe shkojnë rrugë ka më mirë. Të tjerë përveç që janë pro votos nga opozita për zonjën Osmani, atë krahasuan edhe me Nën Terezën. Duhet më votuaja domosdoshmë. Edhe është e votume. Pse i ka prinj? Sukun në Treze. Si i prinj një bocë edhe aja është. O vetë një femen, na kem nevoj me pas kësi treja, ose zinis femnore, edhe është pa korruptune, edhe ka përvojt madhe, besoj si kish minimu këtë poplit ose qytetarët Kosovës. Në Kosovë ka shumë parti. Partia nuk është njeri.
Partia s'është njëri, njerëz se formojnë partinë. Ajo është një femen, një shok shumë e mirë e shkollume, aktiviste, me një stazh bukur të mirë, edhe deri me tani që ka arrit deri aty, kjo ka dhënë edhe provimin për ata. Ushtruesja e detyrës së presidentit në Republikën e Kosovës, njëherët kandidatja për presidente në zgjedhjet e 14 shkurtit Vjosa Osmani, doli të jetë kandidatja më votuar me 300.756 vota. Avokati i popullit Naim Qelaj tha se ka vendosur të hap një hulumtim zyrtar për të parë se ku kanë dështuar institucionet vendore për zbardhjen e krimeve të luftës dhe vendosjen e drejtësisë për viktimat. Ai tha se javët në vazhdim do të formohet komisioni për hulumtimin apo hetimin për masat që i kanë ndërmarrë institucionet në raport me qasje në drejtësi për viktimat. Avokati i popullit Naim Qelaj thosë se mosbardhja këtyre rasteve është cënimi të drejtave të njerëzit. Institucionet e shtetit kanë dështu me i ofru drejtësi viktimave të krimeve të luftës, e në anën tjetër kanë dështu edhe me i qitë para drejtësisë persona që i kanë kry këto krime makabre dhe masakra. Avokati i popullit thotë se ky hulumtim do të fokusohet për të parë se sa janë krijuar mekanizma institucional për zbardhjen e së vërtetës. Unë kam vendosur me hap një hetim zyrtarisht, ku pjesë e këtij hetimi do të jetë përfshirja e të gjitha aspekteve që ndërlidhen me të drejtat njerëzit. Sipas Qelaj, ky hulumtim do të zgjasë për një kohë të pacaktuar, pasi për të arritur në rekomandimet të qarta për institucionet e vendit, duhet shumë punë dhe angazhim. Unë mendoj që duhet punë të shumë angazhim. Periudha në cilën mund të kryhet ky raport mund të jetë gjatë, nuk pres me që janë një periudhë e shkurtë sepse veç ka kalu kohë gjatë që nga përfundimi i luftës dhe periudhës kur janë kryer këto krime. Shumë nisma kanë filluar nga institucionet e vendit për të ndihmuar në vendosjen e drejtësisë për krimet e luftës, por kanë përfunduar pa rezultate konkrete. Prandaj Qelaj thotë se është shumë e rëndësishme që të prodhohet një raport për të treguar situatën reale të këtij procesi. Në këtë drejtim duhet të sqaroj edhe për ju dhe për publikun që nuk bëhet fjalë për hetim të asaj që ka ndodhur tek rastet konkrete, sepse në këtë pjesë është mandati i prokurorisë dhe edhe i organeve të jetësisë. Po ashtu Qelaj theksoi se është duke punuar në digitalizimin e të dhënave që do t'u lehtësoj punën në hulumtim. Digitalizimin jam duke e provuar ta bëj edhe në vetë institucione që në këtë rast të udhëheq dhe përveç sistemimit dhe grumbullimit të dhënave në një databazë të vetme, jam duke e provuar ta krijoj një sistem të digitalizimit të gjitha sferave, përfundoi Qelaj. Vazhdojmë me lajme të tjera. Të gjithë jemi dëshmitar se gropa të shumta janë hapur nëpër rrugët e Gjakovës. Ne jemi interesuar të dimë se kur komuna ka në plan të rregullojë rrugët. Disa rrugë të qytetit të Gjakovës aktualisht janë në gjendje jo shumë të mirë. Nga Drejtoria për Shërbime Publike na njoftojnë se arsye për këtë gjendje janë rreshjet, punime në disa rrugë, punimet në objekte të ndryshme me që rast frekuentojnë makineri të rënda e të tjera. Mirë po, ky dikaster ka punuar në drejtim të zgjidhjes së këtij problemi. Sot në shkut kontrata për sanimin e rrugëve me asfalt. Kontrata është bërë me procedurë të përshpejtuar për shkak të situatës jo të mirë të rrugëve, edhe për shkak të investimeve në ndërtime, po të njëjtën kohë edhe për shkak të rreshjeve të borës dhe damtimeve për ngricave. Besojmë që shumë shpejt brenda javës së ardhshme do të fillojmë edhe sanimin e rrugëve me asfalt. E kemi bërë një plan të veprimit. Do të startojmë me pjesën e Qarshis vogël, do të startojmë me qendrën, do të vazhdojmë me tranzitin dhe mandej do të dalim edhe në segmente dytësore, të cilat kanë nevojë të trajtohen. Do të besojmë që gjatë prej të premtes ose prej të hënës, kompania kontraktuar për sanimin e rrugëve me asfalt do të fillojë punë dhe besojmë që brenda një muaji nga hënia të gjitha segmentet e rrugëve në qytet, po edhe në fshatra, ato të cilat janë në kompetencë të Kuvendit Komunal, do të sanohen.
Problematik tjetër që haset shpesh është edhe dëmtimi apo në raste tjera vjedhja kapakëve të pusetave, për të cilat kastrati thotë se në vazhdimsi punohet në zëvendësimin e tyre, megjithse një procedurë e tillë nuk është dhe aq e thjeshtë, e kjo për faktin se kapakët e pusetave kanë dimensione të ndryshme. Me qenë se dimensioni i pusetave dallon, të gjitha pusetat cilat janë të dëmtuara do të ndërrohen dhe qytetarët e komunës Gjakovës do ta shohin këtë në ditën e mbjem. Kastrati potencon se të premten ose më së largu të hënën e ardhshme do të fillojë riparimi i rrugëve brenda qytetit, si dhe në të njëjtën kohë do të intervenohet edhe në fshatra varësisht nga nevoja. Instituti i Kosovës për drejtësi në bashkëpunim me Rjetin e Grave të Kosovës ka thënë se vrasja Sebehate Sopit ka ndodhur për shkak të mosveprimit të institucioneve të shtetit, përkatësisht prokurorisë. Në konferencën për medje ku publikuar raporti Shteti me mosveprim privon nga jeta Sebehate Sopin, tha se prokuroria po mundohet ta mbulojë këtë rast. E hat miftare nga Instituti i Kosovës për drejtësi tha se Sebehate Sopi është viktim e shtetit të Kosovës. Prokuroria themelore në Prishtinë ka dështuar t'i ushtrojë kompetencat dhe përgjegjësitë të saj për t'i ofruar siguri, për t'i ofruar mbrojtje në këtë rast viktimës Sebehate Sopi. Adelina Berisha nga Rjeti i Grave të Kosovës tha që mbrojtja e grave dhe këtyre viktimave duhet të bëhet nga ata që duhet, respektivisht institucionet. Ne do të kërkojmë që të gjinden edhe prokurorët të cilët e dim, cilët janë, po edhe të tjerë të cilët nuk po e zbatojnë punën, detyrat e tyre ashtu siç duhet, dhe të kërkojmë edhe shkarkimin e tyre dhe masa tjera të cilat janë dëshkuese për këta ushtrus detyrave. Gëzim Shala nga ky institut tha se vrasjes së Sopës i ka paraprir dështimi institucioneve. Drejtësia sot, platformë e grupit për studime juridike dhe politike në një konferencë për media ka shpalosur të gjeturat e analizës, mungesa e ndjekjes penale të kompanive private. Ronita Halimi, monitoruese nga drejtësia sot, tha se nga të gjeturat e analizës 11 kompani private të cilat kanë statusin e personit juridik në Kosovë janë amnistuar në mënyrë të kundërligjshme nga prokuroria. Kjo nga se sipas saj përveç personit përgjegjës nuk është akuzuar edhe personi juridik në dispozitë të veçanta akt akuzës, duke shtuar se ligji për përgjegjësi penale nuk është në harmoni me Kodin Penal të Kosovës. Nga të gjeturat rezulton se 11 kompani private të cilat kanë statusin e personit juridik në Kosovë, janë amnistuar në mënyrë të kundërligjshme nga prokuroria, nga se përveç personit përgjegjës të personit juridik, nuk është akuzuar edhe personi juridik në dispozitiv të veçantë akt akuzës. Reze Hoxha nga GLPS-ja tha se gjetur e kësaj analize është mospërputhja e ligjit special me Kodin Penal. Mospërputhja në mes të këtij ligji special me Kodin Penal për maksimumin e dënimit me gjobë për personin juridik, si dhe në fund janë ofruar rekomandime për veprimet të cilat duhet të ndërmirren nga prokuroria për të ndjekur personat juridik me përgjegjësi penale. Drejtësia sot është platformë e grupit për studime juridike dhe politike. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës publikoi leksionin me 3 vëllime për vendbanimet në Kosovë. Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës ka publikuar leksikonin me 3 vëllime për vendbanimet në Kosovë, tabloja fizike hapësinore, demografike dhe funksionale. Profesoresha Justina Shiroka Pula tha që ky leksikon është një vepër kapitale me vlerë shumë të madhe shkencore. Akademik Hifzi Islami, me qasjen e tij shkencore dhe profesionale në hartimin e këtij botimi, ka angazhuar një numër të madh ekspertësh të shkencave gjohapsinore, demograf, historian, arkeolog, sociolog dhe ekspert të tjerë. Recenzenti i këtij libri, Anton Berisha, i tha se ky leksikon ka të përfshirë hulumtim nga shumë figura historike të shuara. Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, me këtë rast, seksioni i shkencave sociale ka realizuar projektin afatmesëm leksikoni për vendbanimet e Kosovës. Autori i këtij leksikoni Hifzi Islami gjatë këtij përurimi tha se këto vëllime përfshin shumë vendbanime urbane dhe rurale. Doli ndrit botimi i tij në 3 vëllime. Vëllimet 1 dhe 2 tashmë janë kruruar në mjediset e akademisë
në prani të bashkëpunëtorëve të projektit, të antarëve të akademisë, punojësve të shkencës, kulturës dhe të interesuarve të tjerë. Vëllimi i parë përfshin 13 qendra urbane, vëllimi i dytë përfshin 737 vendbanime rurale dhe vëllimi i tretë 694 vendbanime rurale. Në kushte jo të mira i zhvillojnë aktivitetet e tyre. Shoqata e Shurd Mehmetësve në Gjakov. Një muaj më parë ata u ndihmuan me pako ushqimore nga shoqata Bereqeti, por kjo kategori e shoqërisë ka nevojë për përkraje, andaj një dëshirë e tyre u realizua. Tashmë ata do të zhvillojnë aktivitetet sportive ashtu siç duhet, sepse tani kanë shumicën prej pajisjeve që ju kanë munguar. Janë pikërisht antarët e shoqatës Bereqeti dhe Vullnet Mirët që kontribuan në sigurimin e pajisjeve të ndryshme në vlerë prej 1.200 euro. Shurd Mehmetësët u ndihmuan me një tavolinë ping-pongu, një tabelë të pikadus, 30 palë atlete dhe veshje sportive, 5 topa të basketbollit, 5 topa të futbollit dhe me 5 komplete të shaut. Falenderues për këtë donacion janë shprehur kryetari për sport nga kjo shoqatë, Kosovare Kastrati, si dhe sekretari Skënder Morina. Kjo ndihmesë përveç që ka gëzuar antarët, po ashtu i ka bërë ata të shprehin talentin e tyre në sportet përkatëse. Në vazhdim sjellim një historie që kemi përgatitur me boksierët e klubit të boksit Gjakova 137. Se çfarë sfidas dhe suksesesh kanë ata në një materiali në vazhdim. Entuziast dhe luftarak në sportin e tyre. Kjo duket e gjatë stërvitjeve të cilat i zhvillojnë në palesën sportive Shani Nushi, boksierët e klubit Gjakova 137. Ky klub që nxorri shumë kampion dhe boksier të nivelit të lartë sot po përballet me disa vështirësi si nga ana e përkrahjes morale ashtu edhe asaj financiare. Se cilat janë këto vështirësi na tregon trajneri i këtij klubi Hajdar Thaçi. Boksi siç e dim ton, është shumë i vështirë, duhen kushte, nuk kem, që ato subvencione shka i dojnë, na ma shumë jepin për vetit, se sa subvencione shka marrin. Që nuk ka kushte, boksi të kushte të veta. Na punojmë pa fare, as një lek se marrin. Të logajte, kur një njeri ka një rogë të mirë, a i nëzirë dhe boksiera të mirë, po na nuk marrin fare që 10 vjetë. Muj me të thonë si një cent se ke marrë për klubit, si trenera. Jemi 3 trenera, si të një vokazi, edhe Lirim Shlaku, jemi këtu zbashki, as i cent se marrin. Po ashtu boksieri Jozef Rasi, i cili premton shumë tha se vullneti për të ushtruar shumë i madh, por edhe mbështetja duhet jetë më e madhe. Boksoj në kategorinë gjatë 9 kg, kam marrë pjesë në Adem Jashar. Kam marrë rezultat mira, më shpall çifti ma luftarak i turnierit. Kam boksuar me gjysmë finale, kam boksuar me Bullgarin, kam fituar me ndërpremje në undën e tretë dhe në finale kam boksuar me Patriot Beramin e klubit boksit Prishtina, e cili e përfaqëson Kosovën. Dhe kam nokautuar në rundën parë dhe pastaj fitosë shpallaj. Këtu ka dhe boksier që quhen perspektive klubit. Në mesin e tyre është edhe Orges Tanushi, i cili synon që në të ardhmen të tregoj suksesin e arenën ndërkombëtare. Unë jam pjesë e klubit që 3 vjetë, edhe më zgjidh boksin se më pëlqen shumë. Unë i ftoj shokët e mi për më morë me sport, edhe pse ju me boks. Edhe përkundër subvencioneve nga ana e drejtorisë për kulturë, rini dhe sport, për këtë klub janë të pamjaftueshme sepse sipas trajnerit Thaçi boksi është shumë i kushtueshëm dhe për të përmirësuar kushtet nevojitet me shumë përkrahje. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi, të ndjekim edhe një herë informacionet më kryesore të këtij edicioni. Këshilli drejtues i shoqatës së transportit rrugor të udhëtarëve ka marrë vendim që të premtën të parakalojnë rrugëve të kryeqytetit. Është paralajmëruar bllokimi i Prishtinës pasi që kërkesat e tyre nuk u morën parasysh nga qeveria në largim. Edhe në Gjakov nuk kishte dhe nuk do të ketë transport ndërurban.
Të gjithë jemi dëshmitar se gropa të shumta janë hapur nëpër rrugët e Gjakovës. Ne jemi interesuar të dimë se kur komuna ka në plan të rregullojë rrugët. Sa duhet të votohet Vjosa Osmani nga partitë opozitare për presidente, ne kemi pyetur disa qytetarë të Gjakovës. Shumica dërmuese e tyre kanë thënë se duhet të votohet pro që ajo të jetë presidente. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë vizitoni portalin syrivisvision.tv. Mirupafshim.